Atmosfera në shtëpi bëhet shumë e veçantë kur Mateo i afrohet Brikenës në një moment të qetë gjatë ditës. Teksa të dy po bisedonin pranë njëri tjetrit, Mateo papritur e kap Brikenën për dorë, duke e befasuar atë dhe duke tërhequr vëmendjen edhe të disa banorëve përreth. Me një buzëqeshje të lehtë dhe me një ton që në fillim duket si shaka, Mateo i thot Brikenës se ai do të martohet me të. Ai e shikon drejt në sy dhe i thot me humor se ajo duhet të përgatitet sepse një ditë ai do t'i bëjë propozim serioz. Brikena fillimisht qesh dhe përpiqet ta marrë situatën me sportivitet, duke menduar se ai thjesht po bën shaka për të krijuar një moment argëtues. Por ndërsa biseda vazhdon, bëhet e qartë se pas fjalëve të Mateos fshihet një ndjenjë e vërtetë. Ai fillon të flasë më seriozisht dhe i tregon Brikenës se ndjen shumë për të dhe se ajo është një person shumë i rëndësishëm për të brenda shtëpisë. Mateo shprehet se me Brikenën ndihet i qetë, i lumtur dhe se prania e saj e bën të ndihet ndryshe nga çdo marrëdhënie tjetër që ka pasur. Brikena mbetet paksa në siklet nga situata. Ajo përpiqet të buzëqesh dhe i thotë që të mos flasë kaq seriozisht për gjëra kaq të mëdha, duke e konsideruar martesën si një hap shumë të rëndësishëm që nuk mund të përmendet lehtë. Megjithatë, në fytyrën e saj shihet një përzierje emocionesh, habi, konfuzion dhe një ndjenjë e lehtë gëzimi. Mateo vazhdon duke i thënë se edhe pse e tha fillimisht me shaka, në të vërtetë ai e ndjen nga zemra atë që tha. Ai pranon se ndoshta nuk është momenti apo vendi i duhur për të folur për martesë, por thekson se ndjenjat e tij për Brikenën janë reale dhe të sinqerta. Sipas tij, ajo është një vajzë shumë e veçantë dhe ai e sheh si ditë me të cilën mund të ndërtojë diçka serioze. Ndërkohë, disa banorë që e vënë re situatën fillojnë të komentojnë dhe të buzëqeshin, duke e bërë momentin edhe më të sikletshëm për Brikenën. Disa prej tyre e marrin si një gest romantik, ndërsa të tjerë mendojnë se Mateo po nxiton shumë me deklaratat e tij. Brikena përpiqet të ruajë qetësinë dhe i thot Mateos se ai duhet të mendojë mirë për atë që thot, sepse fjalët kanë peshë. Ajo i shpjegon se marrëdhëniet kërkojnë kohë për të ndërtuar dhe se ndjenjat duhet të zhvillohen natyrshëm, pa presion dhe pa premtime të mëdha që në fillim. Mateo e dëgjon me vëmendje, por nuk tërhiqet nga ajo që tha. Ai i shpjegon se nuk po e detyron për asgjë dhe se thjesht po shpreh atë që ndjen. Ai shton se për të është e rëndësishme që Brikena ta di se sa shumë e vlerëson dhe sa seriozisht e sheh lidhjen e tyre.